أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد اللهم falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kur Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush që humbë ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammed alayhi salatu wassalam familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Me lënë rradhbar të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që këto minuta që do të kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme dhe kur dalim para tij të na peshojnë në peshorën e veprave të mira. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë inshallah taala me jetëshkrimin e Omerit radiallahu anhu. Do të përmendim disa prej ngjarjeve me rëndësi të jetëshkrimit të tij. Pasi që Omeri i mor qelsat me dorën e vet të Kutsit, pas lirimit të Kutsit vinë disa ngjarje tjera që kanë më rëndësi. Para kësaj nuk guxojmë me te i kalu, Omer radiallahu anhu pasi që e shliroi Kutsin, shkoi me vizitu, që është adeti i tij, me vizitu governatorët e tij, udhëhecat që i kishte, komandantat e ushtrive, udhëhecat e vendit, e një prej shokëve të tij që e ka dashur fort Omer radiallahu anhu, që është Ebu Ubejd ibn al-Jarrah radiallahu anhu, shkoi me pa Ebu Ubejdin. Do i kemi kështu çka po bën Ubejdi, se Ebu Ubejdja ishte komandanti suprem i krejt Shamit. E kishte një hapësirë bajgi të madhe në pushtet. Do i kemi këshyr si po vepron. Mas parti shkoi te ushtarët, edhe këshyr kesh ka pyet me hungër ushtarëve. I pyeti çka po hani ushqim ushtria, tha vallahi, tha ka momente kur na pryn do të thotë lloj çorbe me mishje, me bukë të mira, kështu, do të thotë ushqim normal të mirë. Thot mirë, ju këto pe hani, i prisi ju, i komandanti ju çka han, kur shkoj me po listën çka i çojnë komandantit e gjetën që Ebu Ubejde si kanë çu një farlloj ufulle që e ka përdorë apo një lloj vaji, si vaj, jo vajullirit, po vaj lodh, që me një fjallë me thonë, me buka si buket që kur të rinë ka 3-4 ditë që o buk bajat. Kur Omeri tha qështu tha hanë gjdo ditë, hanë tha Ebu Ubejdja, tha po vallahi që kjo tha ushqimi i komandantin tonë, janë isi Omeri me kajt, tha vallahi tha s'të ka qujt, ka ty Rasulullah s.a.s. Eminu hadil umme, besniku i këti ummeti. Atër e shkojnë në shpe me vizitu, kur hinë në shpe, që ka me po në shpinë e ti, shprast, as gjonë shpi, terë, as fener nuk kështë në shtepin e ti. Do thot, një fener, për me ndryqu ato, nuk eksistante në shtepin e ti. Atër Omeri i tha, o Ebu Ubejde, tha, të ka orë një vëllaj joti, një musafir joti, tha, as po dënë me mgostita, që të ndiqka. Tha vallahi, tha ja Emirul Mu'minin, përveç që sa i shpate që e të e po që e kom, që me to e ruj, e mbroj nderin teme dhe nderin e familjes teme, përveç ujit, uj, edhe do bukt bajatën në shpetjet të gjosë kam. Janisi me kajt Omeri, tha o Omar e Ebu Ubejde, tha kullena gajjaret në dunja, krejtve tha na ka ndru dunjaja, o Ebu Ubejde veç ty tha s'të ka ndru. Tha o Emirul Mu'minin, o prisi besimtar, dhe tha ejamul kalail dit pakta, tha jonë, kalon jetë, tha ik shpejt, demek mos kaj për gjendjen teme, këto se une jam i kënaqur me këtë formë tjetës jam të e bo. Edhe Omer radiallahu anhu kështu dhe të thotë, Omeri u kthy në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tash vjen një ngjarje pas Kutsit në vitin e 17 Hijri, ka ndodhur do ngjarje të mëdha. Është Fethu Tuster,
tash kem me marrë çka është ky tusteri, që ky tusteri o musibet I muslimanëve të zemunit ton. Pastaj është shlirimi I Isusit edhe nxënia e pengt Hurmuzanit. Këtë Hurmuzanin, kush ka lexuar për jetën e Omerit, që ky Hurmuzani kem me përmend në fund, e ka mbyt që Hurmuzanin kush? Abdullah ibn Omeri, edhe Othmani se ka bë kisos. Pse se Hurmuzani me Ebu Lu'lu el Mejusin, Omer ka pas dyshime Abdullah ibn Omeri se ka bashkëpunua. Dhe tani tash kem mandetoj kem me hin to, edhe e ka mbyt. E ka mbyt Abdullah ibn Omeri, do më thonë, prej xhelozis për ata shka, do më thonë, që e kanë bo babes ti. Si kanë ndodhë këto ngjarje, si kanë shku, po du me I lexu shpejt kronologjikisht me kuptu për me kap thelbin e tyre. Shkaku I këtyre ngjarjeve është se Jezdegjer, që ka qenë mreti I persianëve, ky non-stop ka po kurtha dhe I kanë nxit persianët për me I luftu muslimanët. Edhe I ka shti me prish atë farmarveshjen e Kadisijës që e kanë bo, me prish ka për me I trahtu muslimanët, me I luftu ata, edhe atërë kur erë lajmi Omerit radiallahu anhu, se që ky Jezdegjeradi do të e ka marrë dhe e ka bu gati, po I bën këtë komplot mreti tëne, atërë urdhëroi Sa'd ibn Abi Waqqasin që me e qunë një pjesë të ushtrisë në Ahwaz, të cilët në Ahwaz e dërgoj Sa'di, e dërgoj një pjesë të ushtrisë me Nu'man ibn Muqrin. I dërgun për me jau, me I qëru hesapet me ta, e në atje do të thot I priste Hurmuzani, I këtë cili ra robë muslimat, dhe tash e kuptojnë në fund e ka pranu Islamin, po disa thojnë e ka pranu Islamin me shërë. Atere dëllë Nu'man ibn Muqrin edhe I luftoj këta deri sa Hurmuzani boni me ikën tuster, që këtë tusteri që I thash është musibeti muslimanëve. Ikën Hurmuzani me ushtrin hinën në një vend quajtur tuster, edhe ishte e rrethuar me mure gjata, për rreth mureve kishte ujë. Për me hym brenda në kalo, me hym brenda këtij qyteti, apo qytetëve me I thonë, me hym brenda ka qëndesht pa tjetër milshu ato urat e tyre që I kanë pas. Edhe në fund muslimanët vendosen për me hym brenda çka me bo, duke dikush me sakrifiku. Me sakrifiku që do të thotë hyrja se e zbulun një kanal prej kanaleve për me hy, e kremekumullah, Zoti ju nderoft, me hy prej kanaleve të kanalizimit, nevojave, do më thotë kanalizim, në për kanalizim, aty nevoje gjithçka do thotë, para mendo. Le këto, po me hy brenda, me luftu me një pjesë të ushtrisë tyne, me I qelë dyrë që me hy musliman. Kush e mor këtë muhim me këtë detyr? Bara ibn Azib. Bara ibn Malik, se tharë Bara ibn Azib. Bara ibn Malik, vëllavi e Enesit. Bara ibn Malik, nëse ju kujtohet kër e kena spjegu në ngjarjen e kena përmend edhe tek Ebu Bekri radiallahu anhu, tek kush kur kanë shku me e luftu Musejlem el Kedhabin, që ka thonë hypem në katapult, gjuje bëni. Omeri radiallahu anhu për që Bara ibn Malik, a që ka thonë komandantëve, ka thonë jepi një komand këti, se e meriton, se buri madhë, kontrim I madhë, ama ka thonë mos gaboni me qitë fillën të ushtrisë. Bone qitet ka thonë, mi u prinë ushtrinë, qaf ju merë. Këto ka thonë s'ka kush jetren, ba vëtan. Ky ushtin mehlek e ushtin shkatrim. Tash të paramendosh, ishtë farë të mendësie, tash me folë që është tonë le, tash po me qitë vetën pozitiv, me thonë me hypë në katapult.
e me gjujt me atë katapultën. Këtë do të tregon të rëmni të madhe. Edhe në këtë rast, në Tuster, tha unë e tha hi. Shkun disa sahabe me to, thuhet se kur him mrenda, i ka vëran 100 ushtar. Deri sa domthon edhe e kanë vrarë këta. Ka ra shahid. Bilem është për me e përmend Bara ibn Malik me shahade, me dëshminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka thonë për ta. Dëgjoj këtë hadith, hadithin e Anas ibn Malik që transmeton se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Kam min ash'ath aghbar dhi timrayn la yu'bahu lahu law aqsama ala Allah la abarra." Sa prej njerëzve ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që janë kokë prishur të pluhurosur e me teshat të ndryshtat, domethënë jo teshat, domethënë teshat jo të reja, të vjetra. Këta njerëzot largohen, i këshyrin njerëz me një sy, domethënë si bën mall kërkosh. Po këta kur betohen në Allah e pranon betimin e tyre. E një prej tyre ka thonë është kush? Bara ibn Malik. Këta dhe sahabët para se me hinë të stori thanë: "O Bara, ti ai që Allah ta pranon lutjen tonë, bën dua që Allah me na ndihmu neve që me e shliru këtë vend të kofrit edhe me triumfu mbi ta." Atëherë Bara ibn Malik boni dua, tha: "Allahumma hzimhum." O Zot, bëna neve që na me triumfu për mbi ta dhe ma bën nasib, tha ja Rabbi, me ra shahid këtu. Aja boni Allahu nasib, po, me shlirun edhe ra shahid. Bilem thuhet se ka hi Enesi radiallahu anhu me ta, thot një prej formave që i kanë luftu persiant, i kanë pas do far kelalib, do qengela. I kanë gjujt ushtarët me to, e qengela, jo vetë qengel, po plus ato qengela të shtime në zjarë, do më thonë të skuq me mirë, kër e kanë kap dikon me to, ja e kanë bytë në vend, ja e kanë plagose dhe e kanë kap, e kanë ngrit, tani e kanë bytë. Thuhet se e kanë kap Bara ibn Malik, e kanë kap për dore, realisht të dosh me e kap Enesin radiallahu anhu, kë e ka sakrifiku vetëm për vllaun e vetë. Mos me kap Enesin, e ka shty Enesin edhe është kap, o kap Beraja, edhe tani kanë him brenda, kërë në him brenda dashurit e mi, ta shtu janë nisë me e përmend, është interesant përmendet, kërë në him brenda, thot kanë hi para agimit të sabahut. Jo në him brenda. Lufta aq ka qenë, do të thot e ashpër, ka zgjat me orë, deri sa do më thonë, o hi sabahi. Mbasi që o hi koha e sabahit, i ka dollë koha sabahit, ka linë djeli, ka halan luft. Deri sa dikur ka dasht Allah subhanahu wa ta'ala dhe i ka bo muslimat me triumfu mbi ta, edhe kër o kry lufta, e kanë pa Enesin, Anas ibn Malik, e kanë pa një qasht ullum atje po kanë. Enesi po kanë, edhe për i afrohen sahabet, që ishin për rreth tjerë, për i thonë: "O, Enes, nuk ka koha me kajt tash. Tash koha mu gëzu, se e shlirum një vend kufrit, e shtinem imanin në ta." O, tha Enesi, që ka thonë Enesi radiallahu anhu. Edhe kështu thonë të Enesi, sa ndëgjante ezanin e namazit sabahit, ndëgjante ezanin edhe kajke. Sa kanë di ezanin e sabahit Enesi, ka kajt. Edhe ka thonë: "Nuk kisha pas qef kur thotë në jetë. Nuk kish me më gëzu, me ma jep këtë dynjen që konë to. Me ndru me atë namaz që më ka hik njëherë njëtë teme, thotë më ka hik namazi sabahut." Edhe thuhet për Enesin se ke ka mundu derin prag të vdekjes. O, me i dhonë marë Enes, me i pati muslimon të zëmonit tonë që ka bojnë me namazin e sabahit. E len namazin e sabahit për kur gjohiq. Wallahi, billahi, këta njerëz dashurit e mi, kër e sheni Enes ibn Malik,
i cili ka qajt, e ka jep, o dhe i dashur jam, nuk ka e let me e pa vllaun tënë të ta mbyt dikush. Let që peshe vllaun të jam mbyt, po vetë shpirti ti për bol sakrific, po donë me sakrifiku edhe shpirtin e vetë, për çka? Për mu thirë zanit dashurit e mi. Ama ma dhalik, kretë këto i kanë bo këta. Këta njerëz kanë sakrifiku jetën e tyre në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këta e kanë sakrifiku jetën e tyre në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nas po lypim, as piteje, as pëmeje, me sakrifiku të jetën tonde. A mund është bre gjumin me sakrifiku të, gjumin, e sabahit, qatë gjumë të sabahit me sakrifiku për Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe tani këtu vjen përgjigja pse këta njerëz e kanë sundu dynjan. Pse këta njerëz e kanë rëdzu parandorin osmane, parandorin persiane. Pse është rëdzu parandoria persiane për durve që të në njerëzve, o rëdzu dashurit e mi se këta kanë jetu për Allahun kanë jetu. E na, kur së munden gjumin ton nuk munden me sakrifiku për Allahun, atëre për çfar fitore na mundon me shpërsu? Për çfar fitore? Edhe vallahi billahi nuk ndrohet gjendja e këtyre muslimanëve të këtij zamani, këtë pushtrim i cili ka rënë mbi ne, nuk ndrohet përderisa ata vetë muslimanët nuk ndryshojnë pasportin raport me adhurimet e tyre që janë duke u nis prej namazit, përderisa dashurit e mi namazi e kena hup apo ka hup namazin zemrat tona, ka hup prej jetës tonë, e me humbjen e namazit të plot musliman që e kanë qyshe humbin musliman, dy ca prej muslimanëve e lojnë namazin, sot vallahi ndoshta e lënë edhe për një lojë e lënë. Për një lojë caktume, për një tekun e përmendi lojën se na u ka bot taguti këtij zemoni. Ama tash t'i lej klapa qel. E lëm namazin për me shku komu taku me filonin. Hajtë se tani falla. Ja Allah, ja Kerim. Ama me këta njerëz nuk ndryshohet gjendja. Qëre e nesi sare kanë dëgju dashurit e mi, sare kanë dëgju ezanin e sabajt kakojt. Edhe ka thonë radiallahu anhu nuk do të ngëzonte apo nuk do të ndroja atë namaz me gjithë që ka konë botë. Para dashurit e mi, edhe njerë po thonë pe i këtujt e kuptojmë pse këta njerëz kanë bon ndryshime, edhe kanë lonë gjurë, kanë vdek, ma shumë se 1300 vite kanë vdek, shumica pejtëne, ama na kanë lonë gjurë, që nëse dunjaja ko me pas ymërëndimit e 300 vite tjera, vallahi, kur kanë mu përmend krenaria, po tjetër që kanë mu përmend këta bura të mdaj. Kur është liru Tusteri, Hormuzani, shkoj edhe u largu. Shkojnë në kështjela atje, edhe nisi me i gjujt musliman me shëgjeta dhe i thejke, 100 shëgjeta i kanë. Demek që 100 njerëz më i mi mbyt. Tha e nuk po më i mi kuptu juve, nëse ju, po dënim jup 100 njerëz dhe fund me mbyt mu, qëfar logik kjo. Atër tha, qka po dënë, nëse në me bu muhabet me ta. Tha me më ndorzu mu, tha te, Omeri, e Omeri dhe të më gjëkan. Pse Hormuzani ka lypte Omeri? Sa e ka di që Omeri, se Omeri i ka dalë zonin në për besimtar e jo besimtar për drejtësinë e Omerit. Edhe e pranojnë sahabët e morin edhe e qojnë. Kur shkojnë të Omeri radiallahu anhu, hynë Medine, thotë, lemma wasalu l-Medine, qasadu menzile Omar, falem jegjidu. Kur mbrin Medine, thotë, shkojnë në shtëpinë e Omerit, po se gjenë. I thënë, hajtë shkojnë në gjami është Omeri. Kur shkojnë në gjami, e gjenë një qështë gjamis të flejt. Omeri radiallahu anhu, Hormuzani thot, ejnë Omer, ku është Omeri thot, fa ashara i lejhi, wa khafadu aswatahum, i bojnë me isharet ka Omeri me zot vogël, që edhe me ku është Omeri, për çka me zot vogël, për mos me qupi gjumit, fa kale, ejnë hujjabuhu,
Tha, kuj ka tërpërojet kë? Kuj ka tërpërojet? Kale lejse leho hijab, s'ka tërpëroje kë, s'ka roje kë, s'ka rejtësa kë. Festejqadha Omaru min aswatihim, atëra Omerit të fulata, te këpa kërë të flejt. Ta varësisht, dikush e ka Allah i boftara me tengat mi ashtin shpis që o të dikush e qështu takën, tak. Edhe Omer radiallahu anhu, për bisedës të në, u zhu Omer radiallahu anhu, kur u zhu Omer radiallahu anhu, u ull, faqile lehu, hadha Hurmuzani, thanë që kjo tha Hurmuzani. Faqale Omer, وما حجتك وما عذرك في نقضك العهد مرة بعد مرة. Tha, çka është argumenti jot, o Hurmuzan, që ti kohë pas kohë po i thën premtimet, marrveshjet, i kem pas disa marrveshje na, a ki ndonjë arsye tim? Hurmuzani tha, e khafu an taqtulani qabla an ukhbiraka. Tha, po tut da tha ki me vëra. Para se, apo që çfarë kopili? Tha, po tut nëse ki me mëra para se me të kalzu, dhe keme i lyp qa, sigur që mos mbet njëre. Omeri tha, la të khaf, mos u të ta, se së të mbysim po na të regu arsyen. Fatabe el Hurmuzan, atër Hurmuzani u qetsu dhe tha, fatalebe el Hurmuzan il me, tha, kisha posta dëshirë më ebda uj me pi. Fa utja bilme, i erdh ujin, ndigajni. Tha, i erdh uji, ja prunën ujin, ja nisë durët për ju drill u dërdh uji. Omeri tha, pësë s'po pin? Tha, po tut në tha se mbritni. Omeri radiallahu anhu atëra tha, mos u tut ta pe uj, se kem njetë me të myt njëherë. Atëra e gjujti ujin. Omeri tha, pëse po bën kështu? Pruja ujin tjetër. Tha, se nuk të mbysim në ty, edhe me të mbyt, edhe duke qeni etur. Ama kjo se kështu, tha, kjo refuzante me pi. Se para kësaj, i tha Omerit, qëfar hile e boli, tha, a mbyt, duke qenë eqë, tha, jo, Allah i di, sa të pin, oj, nuk të bës. Spiti, oj, tha, nuk pi, oj, tha. Besën ma kjep, pa din Omerin, pa din me lujt, se Omer, atër po Omer radiallahu anhu i tha, fa kale lehu Omer, inni qatiluke, ka me të vra, tha. Unë e pa tjetër ty me ekzekutu, ka me të ekzekutu. Atër e pas kësaj, Hurmuzani i tha, Omerit tha, apo ka arë në transmitim, ka thonë ti, Omeri ka thonë, më trahtove, më mashtrove, më bone që të hile, e shtyjve vdekin dhe tëtë, vrasin tënde. Ti tha, veç një myrë mundesh me pështu, veç nëse bosh musliman që atër pështon. Kër i tha kështu, tha, eshhadu an la ilaha illallah, eshhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tha shahadetin. Kër e tha shahadetin, atër Omeri tha, lirajnë, tha, se musliman, ja për musliman, u bo musliman, s'ka në islam, tash dikush tët, po e ka thonë me hile, anë i delar palaki, si pështan, vallahi billahi, nuk i pështan, edhe nëse pështan, po thënë kushtimisht në dynja, nëse hin dikush në islam me hile, nuk pështan në akhirat. Se bilem ata që hinë në islam dhahirën, të jashtmen e tyre, në mbretësin e tyre ka kufër, që kjo është munafiklak, këta e kanë dënimin më të rondin në xhehenem. Munafikat, Allah në rritë për një fakut, e kanë dënimin më të ultin në xhehenem. Ma letë kalojnë në xhehenem ateistat, mushrikin, se munafikat. Pse? Të kështot, pse hoqë? Se e kanë shfaq islamin edhe e kanë shef kufrin. Atëherë, Omeri radiallahu anhu, dhe të tëtë dashurit e mi, pas kësaj i erdhë lajmi, dhe më thonë dhe gëzimi, so u shliru të sturi e tjera, vjemi të ashtë në një moment, është një moment, edhe kjo moment, për momenteve të matë fështira, po thuj se një të shkrimin e Omerit, është Amur Ramad. Qka është Amur Ramad? Amur Ramad ka ndodhë në vitin e 18, dhe në vitin e 18 ka ndodhë disa musibete. Është thatësia e madhe që e ka kap Medinën. Allah i ka spërvu banorët e Medinës në Amur Ramad, që shnihet viti i thatësis, e ka ndalë Allah subhanahu wa ta'ala shumë. E ka ndalë shumë, e kur të ndalët shumë dashurit e mi, të ndalën qka dhe qka? Bereqeti tokës.
So që i kanë po, edhe atë që ka mundu Omerin radiallahu, i ka po të vdek njerëz për uris. Po vdesin njerëz për uris, për i shef fëmijë të vdek, për i uris, për një got ujë, kanë vdek, nuk kanë pas as sendin ma elementar në shtëpijat e tyre se kanë pas. Edhe konë kjo njetë amur rëmat, njetë për viteve do të tëtë, për viteve apo për ka qenë ajo farë fatësia e madhe, sa që që shpërshkruet tëtë, li enë lë arda swaddet min qilletil matar, është nëzi toka. Prej qka? Tu mos pas shi. Deri sa do thot u bo toka, do thot i ngjasoj toka, do më thot u bo si ngjyrën e zezë. Edhe kjo gjendje vazhdoi kështu deri sa Omer radiallahu anhu atëri boni thirrjen në vendet e muslimanëve ku ishin, thiri tha ja gautha li ummeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, tha ndihmojeni, tha o musliman ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu duhet me përmend një transmetim, se këtu ka shumë që ka me përmend, me më nësë në zgjatët ligjerata, si ligjerata e javës kaluve, shkojmë dhe një orë, besa dhe një orë që ne kalujmë, po sot të zdojmë e kalu një orë, inshallah ta'ala. Ka shumë raste, se në nisë mas parti Ebu Ubejd ibn al-Jarrahi, i ka nisë 4.000 deve, ja ka që Omerit radiallahu anhu me ushim. Qashtu ka që Amar ibn Asi. E kretë sahabët jënë mundu me indimu banorët e Medines, po është një rast që është rast i prekshëm që s'kan qare po e përbend, që e transmeton nana e besimtarve Aisha radiallahu anha, thot Aisha thot kuntu naime, isha të flejt në shtëpi. Ta shpekazon edhe gjendin, çfarë gjendin kun, thot në shtëpi teme nuk kanë ekzistuar më shumë se dy hurma, veç dy hurma i kam pasur në shtëpi. Unë me shërptorën teme, thot beq ato, pritshëm me mbajt shpirtin gjallë me një fjallë. Tu flejt, për një moment ta unë ngritën zërat, u shtrike Medina pizërave. Unë ngrita, te këshyri qelin i skuq, zana shumë jashtë, që ka po ndodhë, që atu ndodhë, i thash ta shërptorës, del këshyre dhe pru ma haberin që ka ndodhë. Psa të në kyzoj madhë Medine, psa po ushton Medina po ndijet zorat i njerëzve. Dull shërptorja Aishës radiallahu anha, thutë se kanë qenë Gjuajria, e ka pasem në Gjuajrie, jo Berira, Gjuajria, ka dal me këshyr. Kur ka dal me këshyr, kanë me pa, peshojnë Abdurrahman ibn Aufin, radiallahu anhu, po vjen me 700 deve, të ngarku me gjeshkan to, gjeshka, kretë që ka i nevojitën, një shtëpije të natikësh. Uj, hurma, ushqim të lojlojshëm, i kishë ngarku 700 deve, po qonë tregtarët e Medines të i thonë, hajde ta blejmë që të malë, shitna. Ta shko, përshen, në gjdo ka dikush që dënë me shfridzu momentin, me marë, po i thonë, 5 herë haki, i këtyne deveve sa qash ta pagujmë. Kër e po kështu të ndëgju shërptorja Aisha, sërët e Aisha radiallahu anha, i tha ja me honova, ka ardha Abdurrahman ibn Auf, i tha me 700 deve të ngarkume me ushqim, tha tregtarët e Medines po dojnë mi amar. Aisha tha jo inshallah, tha nuk e bën këto në Abdurrahmani, vallahi tha ka me qërtu, keq ka me qërtu. Ty i thonë qëto fjallë Aisha, po bën dera, po troket dera, po del shërptorja me hapi, thot ja umma, thot ka ardhur Abdurrahman ibn Aufit e dera. Aisha po thot vetë me vejdi, dha subhanallah, kështu e bon jetë mu uqu mu vesh, me shku me i dal, me i fol, e me i thonë të tjo Allah, që së është momenti i tregtistash, është momenti mi dimu musliman se po vdesin musliman pjuris. Tha që Allah i ma prunit e dera e shpis. U afru, tha desa, tha dola bas hijabit, se gratë e pejgamberi sa selim, kur i kanë fol tjerë, i kanë fol pas perdes. Ka dhënë selamu alejki ja umma, ka dhënë paqja dhe shpetimi Allah të qofë mbi ty nona e besimtarëve. Thot jam Abdurrahman ibn Aufi, tha urna, tha kom artha prej Shamit me 700 deve të ngarkume.
e kom urdhnu Ibn al-Khattabin, khalifen, me u shpërda këtë muslimanve. Më kanë ardhur tregtarët më të mëdhejt të Medinës, po më thojnë, ta paguajnë 5 herë hakun e saj, sa. Tha, po unë e di që është dikur që paguajnë më shumë se ata. Tha, kofshin këtë për Allahun, dëshmitar kësaj sadakaje teme është Omer ibn al-Khattabi, Ali ibn Abi Talib, edhe ti e o nana e besimtarëve. Atëre Aisha radiallahu anha, atëre Aisha radiallahu anha, tha, pithat vetë, tha, qysh, tha, Aisha, tha, po me ndonë kështu, tha, për shokët e pejgamberi s.a.s. kur Abdurrahman ibn Aufi është një min ashar mubashirin e bil gjennë, është një për 10 përzume për gjennet, dhe pejgamberi s.a.s. e ka paralemru, i ka thonë, do t'jen një ditë kur ti, o Abdurrahman, ki me je pasuri tonë, dhe ajo pasuri, ka më vose pap, që me të shtinë gjennet ty. Edhe Abdurrahman ibn Aufi ka thonë që kjo mendoj që është ajo ditë, për të cilën ka folë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Qëre dashurit e mi, çfarë burrat na janë konë, nuk i ka shfrytzuar mentumet, sikur se për fat keq ka sot prej muslimanëve për fat keq, po thon. Kjo për me të orë me kojt, vallahi duhet me kojt për këta njerëz. Nuk ja pret dakiki, veç mos ndon diçka në dynjë. Me një herë don me përfitu. Me një herë don mu pasuru, kërkon subhanallahu el-azim. Tashaj nuk është gjithë puna është halal o haram. Ka diçka që ka i thojnë, është diçka që ka i thojnë devoqëmëri. E si do mos zemonit të qeqë, të unë e pe e marrë veç si shembull. Qka po ndonë këto ditë tana që të ndonë? 1 cent të nafta si son të ke, nëzër proma u po qka? 1,80. Ka shpetu shprazën atoa, po neve po na mungojnë në dashurin, po na mungojnë Abdurrahman ibn Aufat. Jo të na mungu këta bura, e këta bura dashurit e mi, unë e kom thonë disa herë dhe pet kom e thonë edhe kom e thonë me plot goj, që si bura si Abdurrahman ibn Aufi nuk prodhohen në për kafiqa, e në për klube, e në për panajirat bizneseve. Këta prodhohen në saft parë. Se që shi tha Abdurrahman ibn Aufi, tha ja umma, tha, 5 fishin e mallit po ma paguin, të tha unë e di që dikush pagun ma shumë se ata. Pagun ma shumë se ata. Edhe kjo është të dashurit e mi, ndodhi kjo ngjarje e madhe, edhe vim të këtë një moment tjetër që është edhe kjo për momenteve preks, edhe përfundojmë vitin e 18 hijri. Vitin e 18 hijri, ma bani Allah, për kërkoj falë, besom një betonan Allah subhanahu wa ta'ala, është shumë problem me mujt, me mbajt njeri vetën për balë të në burave të vlaj, se qëta jonë ata që ka sakrifiku gjithë shka, për mënarë neve që kjo fej. Vitin e 18 ka vdek, ka vdek e Ubejdu ibn Jarrah. Që Omeri radiallahu anhu ka thonë sahabët, nuk e kena pa më të mërzitu Omerin pas vdekjes pejgamberi s.a.s. dhe të Abu Bekrit ma shumë se kur o vdekje Abu Ubejdu ibn Jarrahi. Vitin e 18 dashurit e mi, muslimanve ju ka ndodhë në Sham, ju ka ndodhë një musibet. Edhe pejgamberi s.a.s. ka parlemru për këtë musibet, ka thonë nuk do të ndodhë kiameti deri sa në ummetin tem nuk do të shpërdohet kolera, tauni. Nuk do të ndodhë, ka thonë kiameti, për deri sa nuk do të godet ummetin tem tauni, kolera. Edhe në Sham, vitin e 18, ka zbrit kë smundje që është smundje katale, është smundje vrase. Edhe kur ka ardhur lajmi në Medinë, i kanë thonë Omerit radiallahu anhu, kanë thonë se në Sham është përdo tauni. Omerit meneri ka shku mendja të Ubejdu ibn Jarrahi. Atare ka marrë një letër dhe ka shkru letrën që është letra e njohur, që e përmendin ulemat në për librat e tyre, sarët përmendet kjo ngjarje, ka shkru Bismillahirrahmanirrahim min Amiril Mu'minin Amr ibn al-Khattab ila Abi Ubejdu ibn Jarrah. Ka
thonë prej Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, me shirusit, me shërbërsit, nga prisi i besimtarve Omer ibn al-Khattabi i drejtohet Ebu Ubejde ibn al-Jarrahit: o Ebu Ubejde, jam në zor të madh, kam nevojë për ty, nëse kjo letër vjen në dorë ty, me një herë e janë Medine se jam në hall të madh, kam nevojë për këshillën tënde. Wassalamu alaikum. I erë letra Ebu Ubejdes, e morë Ebu Ubejde atë letër, për nisë me e lexu, tha jo vallahi, tha ja Emirul Mu'minin. E morë këthej njëjtën letër edhe shkrujti, tha vallahi, tha unë e di, tha çka po lypti prej meje. Ti po donë me më nxjerr, tha, prej ushtrisë teme, prej Shamit me mprun Medine me i pështu taunit, kolerës. Wallahi, tha unë jam gjund min gjundillah, jam një ushtar për ushtarëve të Allahut jam. Edhe unë kom e qëndru me ushtarët, me muslimanët këtu, deri se Allahut gjykon mes neve. Ja, dhe më thonë, vdesim, ja shpëtojmë. Wassalamu alaikum, edhe ma bon halal, o Emirul Mu'minin. Kur i erë letra Omerit, e mon Omeri, ja nisi me lexu, e lexoj këfa, si kurse e lexon me një frym njëri, nuk e merë lexon diçka që të ka ardhë, po zbon sabër shpejt. Ja nisi me lexu, ja nisi me kajt Omeri. Kur ja nisi me kajt, sahabët i thanë: ja Emirul Mu'minin, e mete Ebu Ubejde, tha, pas ka vdek Ebu Ubejde, tha, jo, tha, s'ka vdek, tha, po është rrugës saj, dhe të e kuptoj se ka vendos me ndajt aty. Atëherë Omer radiallahu anhu e mora dhe i shkrujti, se kuptoj që s'don me dal për aty. Tha, atëherë, tha, merre, tha, ushtrin, tha, Ebu Ubejde, tha, edhe ngritën në periferit të vendit. Pse në periferit se ajri ma i pastërt. Atëherë Ebu Ubejde vendosi me marr ushtrinë e tij dhe mu largu për atyhit, tu hyp në kalin e ti, e pa në komen e ti, që kish nis me i dal një shej e kolerës, tha, pas ka godit, e ju urdhëj ushtar, ta largoni jo. Mesin e tëne, ishte edhe Muadhi, radiallahu anhu, Muadh ibn Jabal, tha, ja Muadh, merre, tha, ushtrinë edhe në hec me ta, tha. Gjithu një nel, falja u namazin, e qaktoj dhe me këci u dhe hec, ushtrisë ti, sigur se Ebu Ubejde dhe kemi thonë që une jam të u largu prej kësaj dunjaje, edhe kështu dhe të dashurit e min vitin e 18, Allahu subhanahu wa ta'ala me caktimin e tij e bani që me vdek Ebu Ubejde, që Omeri radiallahu anhu në ditë të konë të ndajt me shokët e vetë, se e ka dash shumë, e ka dash dhe Ebu Ubejden. Edhe në ditë ka thonë të pranishme, që ka thonë të menna, shpresoni, që këshit pas dëshirë me pas. Njoni ka thonë kësha pas dëshirë me pas, sa kjo dhomë ari, krejt me jep fise bilillah. Tjetri ka thonë kështu, ashtu se cili ka jep ato shpresat e veta, kur i ka rradha Omeri, ka thonë të menna o ente ja Emirul Mu'minin, e ti që kështë pas qef me pas o prisi besimtarve, ka thonë kësha pas qef me pas buran këtë dhamë të mbushum me Ebu Ubejde, si kurse Ebu Ubejde. Ebu Ubejde dashur dhe mi ka qenë një buri madhë. Unë sot, me shka se kënë shkru në Facebook edhe në përjetët sociale një shkrim, që përse që shumica pjuve e kanë ledzu ku shkarjet sociale, edhe thash edhe vazhdoj me thonë, edhe tash po du me thonë njëjtën fjalë, wallahi kush lexon për jetës sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lexon për jetës shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka më mbush iman. Lexoni për jetën e këtyre. Wallahi billahi, këta janë inspirimi jon, këta kanë me qenë bad Allah subhanahu wa taala, pas Allahut me qenë stabiliteti i fejt, ato me pas stabilitetin fe. Ato me qenë stabil, mos me qenë kameleon, se janë shtu kameleonat në këtë zaman. Ato me qenë me një ngjyrë. Lexoje jetën e sahabëve, merre librin, shqeposh fragmente nga jeta e sahabëve, merre lexo dhe shesh farë burra kanë qenë. Edhe aty ki ketë përgjigjet për pyetjet që ti edhe unë i shtrojmë pse. Edhe kupton se ka një ndryshim që ka ardhur. Edhe kjo krenari që na kur të flasim për ta, flasim me ton këtë krenari, na ka ardhur si rezultat i sakrificës tëne. Kanë qenë burra të mëdhaj. Kanë sakrifikuar gjithçka. Gjithë që kanë sakrifiku për me na ardhë kjo fejt dashurit e mi me mbri që to tena edhe na mundi krenar me këtë fejt. Edhe njerë për fund, nëse kejti harani, të sterin më sarën, e manet. Jo të twister, të kavatë twister në të pëmdo këtë, të në këfëca jo në farushimi. Veç më bajnë men, dhe dhe që ashtu, të ster, që me ta kujtu namazin sabajt, se është bo, vallaj, billaj, është bo bela për musliman namazin sabajt. Une e përmenda me ka sapet po du me këthy, që aty po du me këthy.
Nan që xhamin ton që to udhon, penisim kanë erë sabahin me ka 5-6 veta penisim. Tani po bëmë një 7-8 metër 20 udhon. Po thamë Amalliano bikujon më që ta tjerë. Enesi sare kanë ndje zonën e sabajt ka kojt, ha? Ka kojt. Pse I ka ik veç njerë njëtën e vetë namazë sabajt. Ama nëse lexon jetën e Enesit, a do me mbajt sabahin me të ndajt sabajt me të. Që, mere për shembull Enesin radiallahu anhu. Çështën kont tabin të dhe atba'u tabin. Pse ka thonë pejgamberi sa tri gjenerata e me ka thonë, gjenerata që avim pas me dhe pas atyre që ka janë domon, sahabet, tabin, atba'u tabin, jonë ka thonë qurunul mufaddala, jonë gjeneratat më të arta, gjeneratat arta. Pse të doshëm një? Qërë Said ibn Musayyib, një imam për imamve të mëdhej të dini, 50 vjetë të të së më ka ikë tekbiri fillestar. Do hënë kur ka thonë hoxha Allahu Akbar, edhe ai me hoxhën sa. Diçka tekbiri fillestar, se kanë erë, vëllai për spjegoj këto se kem nevojë. Tash nëse shose na mbas nuk shohim. O më ndin do të thotë hoxha hin ai vjen ka tara. Vëllai dashur, mos tekbiri fillestar. Tekbiri fillestar, koha e tekbirit fillestar është prej momentit kur thotë hoxha Allahu Akbar, derisa nuk janë nisur me ndu surën Fatiha që kjo koha e tekbirit fillestar. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush 40 ditë e nxen tekbirin fillestar me hoxhën, me imamin, I shkruhen dy gjëra, çka? Largim prej munafiklokit edhe largim prej zjarrit të xhenemit. Kjo është e madhe dashurinë. 40 ditë. A këti 50 vjetë si ka ik. A I tjetëri thot vesh njerë më ka ik namazi me xhamat. A të thot kur më ka dek nana. Se më kontu marrë me varime me procedura. Na që ka me I thonë, hoxha, që vune këtë vërejtja valloj veti për të parit. Mos me ndonë dikush që ne ena mashallah. Wallahi billahi jo. Pasha Allah unë I pari hinë që do fjallë. Ama se disa kanere kanë zjedhë dhe me bo hajgare, dikush që mundot me rujt namazën e sabajt e ato e ka këtë shumë. Sahabet e pejgamberi s.a.s. ka thonë që ato që sa kena pa namaz sabahut, kena dyshu mos është munafik. Kanë dyshu. Hadith ka të pejgamberi s.a.s. Pejgamberi s.a.s. thotë, athqalu salat, dy namazën më të rondat për munafikin, namazi sabahut dhe yatsis. O lojdo shumë të regulloj këto. I ka ik sabahi Enes ibn Malikit, I ka ik sabah dhe po kanë të bo gjihad. Gjihad të bo. A ka pas arsi, a s'ka pas arsi? A ka pas arsi, a s'ka pas arsi? A diku ik namazi sabahit, se të dhe 3 pika pjallo. S'po thamë, pjallo 3 pika, se të dhe të qetë para ato që ka ik. Allah na përmesov gjendjen tonë, na falë gjënat tona, na bëf për të mirë, aty ka kem qëllof e mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtanu, alhamdulillahi rabbil alamin.